me rezistu në këto çështje. Pala tjetër nuk është se i përmendi kushtet, sa i përmendi që nuk duam të përsërisim periudhën që kemi pas në mos 2025, por më para në çështjen e dialogut. Plasëm për të ndërmjetësin zotin Sorensen të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, që e prap dha si alarm çështjen që po na sjell gjithmonë në ndërmend, jetësimin e pajtimit të ndodhur në Bruxelles dhe Nohër, që për Republikën e Kosovës, po edhe për Serbinë, është obligim ndërkombëtar mes këtyre dy palëve. Tani, asgjë nuk u diskutua rrjedha e rinumërimit votave, as mungesa e energjisë elektrike, as gjë, po u tha nga ky faktor i rëndësishëm që integrimi euroatlantik i Republikës Kosovës shkon përmes dialogut. Dhe kjo është pesha më e madhe që do ta ketë qeveria e jashtme e Republikës Kosovës sa i përket edhe rrugtimit, po edhe pozicionimit të Republikës Kosovës në raport me aleatët e vet. Është më së vërtetë se kjo ka qenë ajo dialogu, pra ka qenë ajo çështja që si pasojë rrethonave të brendshme politike në Kosovë, po edhe në Serbi, nuk ka qenë temë dite, maksimalisht të dy palët janë larguar nga kjo çështje që megjithatë, edhe pse ka pas largim, të dyja do të përmballen në një moment. Është interesant që në Serbi vitin e ardhshëm, konkretisht këtë vit, tikun tetor, shtator, do të planifikohet ose është menduar që të ketë proces zgjedhor, dhe të shohim se si do të rrjedh, a do të bëhet që të niset diçka, u dha shpjegimi që tani do të kemi një qeveri me një lider fuqiplot për nga pesha e votës, dhe për rrjedhoi sikur ju dha ose u bën një miklim i egos zotit Kurti, që unë konsideroj që kjo do të shfrytëzohet maksimalisht për të ulë tonët e zotit Kurti si kryeministër i ardhshëm, nga ana e faktorit ndërkombëtar, konkretisht Bashkimit Evropian, dhe Bashkimi Evropian do t'i qaset me metoda që tani studioj për këto 4 vite se si t'i qaset ose cili është recepti për mi miklu egon kryeministit të Kosovës në mënyrë që ta kenë edhe të partnerët e tjerë përpara. Gjithsesi, këtë kushtet për mua janë jashtëzakonisht mira, lutem shumë që të mban. Në opozit ka qenë një situatë më përpara me tokat e manastirit Deçanit që nuk e kam imagjinuar që do të jetë qeveria Kurti që do të jek dorë nga ajo rrethon si kundërpeshë, diçka që u premtu po nuk u jetësu, siç është antarësimin e Këshillit të Evropës që Republika e Kosovës nuk e përjetoi, arsyet mund të jenë diskutohen edhe secili ka shpjegimin për to. Mirë, po konsideroj që pesha më e madhe e qeverisë së ardhshme kam përshtypjen që sidomos aleatëve nuk do t'i interesoj asgjë çka bën ai brenda, sa se si do t'i sillet i implementimit, jetësimit të pajtimit ndodhur në Bruxelles dhe Nohër në vitin 2023. Kushtet a e bëjnë pak të vështirë nisjen e dialogut, thon publikisht, i ka thënë disa. Unë dëgjova deklaratat e liderëve tanë, do në përgjithësi